Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e burekeve të vegjël në formë rolle, mbushura me gjizë. Përgatitja e thjeshtë, bëhen të shijshëm, besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e këtyre burekave të vogël, janë shumë të mira, më të mira se në përburektora apo në përfurrat e bukës. Në fillim e përgatisim brumin, kam hedhur këtu tek kena mill, kam hedhur 550 gram. Ju mund të shtoni masa për aq sa persona gatuare. Shtojmë një lugë gjysmë të mesme me krep dhe ja shtojna 2 lugë gjelle me vaj. Dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i bakët. Mosat e ujit nuk bien asnjëherë fikse. Shtojmë kështu dhe e punoj. Pra duhet na del një brum mesatarisht i trash. Në fillim e punoj me lugë, më pas dhe punoj me dorë. Kam punu brumin, pra kam fitu një brum elastik, e kam punu gjeri sa është largu plotësisht nga dora. Tash e mbuloj menën dhe laj brumin që të pushoj në ambient dhome për gjysmë ore. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj nga ena, hidh një pak në tavolinë buke dhe e kaloj brumin, është bërë një brum i mirë, si ka pushu, është elastik, mjaftueshëm. Tash brumi punoj pak kështu dhe ndaj. Gjithsej do ndaj në 8 pjesë. Mjaftueshëm është, më pak të ketë brum, se cili kulaç, aq më të mira do dalin më të holla. Gjithë pjesëve të brumit ja kam dhënë formën e kuleçve. Tash marr kulaçin e parë dhe e bëj hapje. I hapi në një masi sa një pjatë e vogël, vetëm edhe pak dhe do jetë mjaftueshme. Kjo masi është mjaftueshme. Në këtë mënyrë i hapim të gjitha. Shto hedhim në tavolinë pune sa herë që ka nevojë. Kuleçët e hapur i kam vendosur në një tepsinë të lyer me vaj, vetëm se kur t'i vendosni mos i vendosni njërin mbi tjetrën, të ketë kështu hapësirë në tepsinë dhe i lyer me gjalp të shkrirë. Këtu kam përzir gjalp të shkrirë me pak vaj. Kështu mundohem dhe ndo pjesët që janë afru njëra me tjetrën t'i lyj mirë, sepse duke qëndru gjitet dhe i prishet forma. Kështu, me anë të një brushe mundohem që t'i lyj të gjitha nga pjesa e sipërme, kurse nga pjesa e poshtme janë të lyer pasi tepsia është e bërë me vaj, nuk ka nevojë. Sipër i vendosim foli najlonit. Sipër folisë ja vendosim një pecetë kuzhine dhe i lë të qëndrojë për 10 ose 15 minuta që të pushojë, që më lehtë bëhet tërheqja. Derisa kuleçët e hapur janë duke pushu, ne përgatisim harçin. Këtu kam dikun rreth 700 gram me gjizë. Gjiza është e kriposur dhe ja shtojna 4 lugë gjelle me kos dhe vetëm se e përzi masën mirë. Kosi ndihmon që të bëhet gjiza më e butë dhe më i mirë të del harçi kur shtojna kos dhe më lehtë për hapet nëpër sipërfaqe. Vetëm se e bëjmë përzierjen dhe harçi është gati.
Pasi kanë pushu kuleçt e hapur mjaftueshëm, largojmë kështu pecetën e kuzhinës, folinë e najlonit dhe marrim një pjesë. Vendosim kështu në një qershaf kam vendosur tavolinë punës, përsëri mbulojmë pjesë tjera, nuk i lajmë të zbuluara pasi do vendosin kore pjesa e sipërme dhe kur bëhet hapja nuk do dalin mirë. Tash fillojmë që të bëjmë tërheqjen e brumit, mirë po përqendrohemi më shumë tek qumshët. E hapim aq sa shkon, sa më e hollë që t'jetë, aq më mirë do jetë. Mundohemi kështu tek qumshët të kapim brumin dhe të bëjmë tërheqjen. Kështu këtë mënyrë e përhapim në gjithë sipërfaqen e qershafit brumit. Ambienti i dhomës duhet jetë i ngrohtë, as se nuk guxon në ambient të ftohtë të përgatiten këto byreka. Kam përhapur brumin aq sa ka shku, sa më hollë aq më mirë, se për kështu i shtoj gjallë dhe vaj pak, përhapi kështu në të një brushe, dhe ja shtojna mbushjen kështu nga te dy anët, vetëm se mundohem që ta përhapi hollë nga te dy anët, sepse do formojmë dy rolle. Përhapja bëhet më e lehtë, për atë arsye ja kam hedhur kosin. Shtrihet më lehtë harxhi. Tash rrokollisim kështu nga njëra anë dhe nga ana tjetër bëjmë rrokollisje. Formojmë dy rolle. Vetëm se nuk i ngjese. Tash i ndajmë në mes. Ja largojmë këto ansorët, pjesët e trasha. Dhe i bëjmë në formë të një rrethi. Kështu. Pra fitojmë dy bureq këtë vegjël. Këtë mënyrë veproj dhe me pjesën tjetër. Në mënyrë të njëjtë vazhdojnë tutje dhe me gjithë pjesët tjera të brumit, duke bërë tërheqjen, duke u hedhë gjizë në mes, duke ndashtë në dy pjesë, duke i rrokollisë. Pasi ju kam dhënë formën e rollave, i vendosi në tepsi. Tepsien e kam lyer me vaj. Mënyrën e njëjtë, kështu i largoj një nga një të gjitha dhe bëjmë hapjen, kurse tjerat përsëri i mbuloj. Vazhdojmë tutjen në mënyrë të njëjtë, duke i tërhequr kështu me duar. Tërheqim aq sa ka mundësi, sa më të hollë aq më mirë të jetë, të dalin më të mira. Kam formu njërën tepsi dhe i lyer sipër kështu me yndyrën. Do bëj pjekjen, derisa ta formoj tepsien e dytë, do i pjekin temperaturë 220 gradë rreth 20 minutave. Kam përfunduar dhe tepsien e dytë, kështu i li me yndyrën sipër, i pjekin në mënyrën e njëjtë se sikur tepsinë e parë. Kam largu tepsien nga furra, tash e fus tepsien e dytë, shpjekur shumë mirë, spërkasim pak me ujë që të ftohen. I lojmë që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Besoj si ju ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis unë burek të vogël me gjisë sikur në përburektore,
Gjithë ju që i përgatisni në këtë mënyrë ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.